Tani, dalim tek detyrat. Kanë dal një audio përgjith, do hetohet burimi ti, nga është si është qysësh, është autentik apo jo, do u pyet, si tash u pyet Lul Bashki, do t'ishe pyet para 15 vjetësh, do verifikohen dhe kemi dhe një email të fondacionit Soros, i cili i drejtohet Hillary Clintonin, për ngjarjet e 21 janarit. Tani, George Soros s'ka qenë këtu, kanë qenë përfaqësuesit e fondacionit Soros. Nga e kanë pas këtë informacion, për këtë, kanë pas në 2011 kush ka qenë, se është një email që jep dhëna. Do pyeten edhe dëshmitarët tjerë, do pyeten edhe zyrtarët e lartë. Kush për atë? Cilat janë të dhënat që jepet në email? Në email po të kemi parasysh që ka informacione për veprime, për gjëra, domethënë. Para se të ndodhte 21 janar. Mas 21 janar. Janë informacione konfidenciale. Janë informacione konfidenciale të cilët kanë dalë nga WikiLeaks në 2015. Pra domethënë dolën që janë edhe në shtyp, janë botuar. Ka dhe veprime tjera që dalin nga dinamika. Por këtu thash dhe një diçka. Pse ngul përmen emrin e Ina Ramës, sepse mund të menosh të është diçka e rastishme. Nuk e hetoj. Por në rezulton që i njëti ministër, i cili ka qenë në 21 janar, i njëti ministër është shpëtuar por për procedur nga Ina Rama. Është çështja Durrës Kukës.